Në zemër të Ballkanit Perëndimor shtrihet Shqipëria, një vend i pasur me histori dhe kulturë. Megjithatë, si shumë vende, Shqipëria përballet me sfida, një prej cilave është edhe papunësia mes grupeve të marginalizuara. Për të trajtuar këtë çështje, Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim realizoi projektin Rritja e punësimit nëpërmjet mentorimit social në Shqipëri. Kjo nismë, e financuar nga Bashkëpunimi Gjerman për Zhvillim GIZ, arriti të sillte një ndryshim domethënës. Ky projekt fokusohet në forcimin e aftësive personale dhe profesionale të individëve të cilët kanë hasur vështirësi për të punësuar. Duke ofruar mbështetje, mentorim, udhëzime, këshilla dhe reagime konstruktive, mentorët social luajnë një rol kryesor në këtë transformim. Projekti mentorimit social i zbatuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim në bashkëpunim me organizatën Public nga Maqedonia e Veriut dhe i mbështetur nga GIZ është më shumë se një iniciativë, është një dritë shprese për ata që përballen me sfida të shumta në rrugën e tyre drejt një jete më të mirë. In the Balkans, we're in a strange situation. Our companies cannot find workers, while thousands of capable people cannot find jobs. I visit factories where almost every worker is over 50 years old. At the same time, many people, especially youth, are leaving for Western European and overseas countries. GIZ is an organization that is committed strongly to the Leave No One Behind principle of the Agenda 2030, and we believe that a stable and peaceful society can only happen if really there are equal opportunities and rights for all people. Në bashkëpunim me Zyrën e Punës në Tiranë, kemi trajnuar 45 persona, nga të cilët 75% gra, shumica e të cilave kishin mbi 24 muaj pa punë dhe rreth 30% nuk kishin punuar kur më parë. This is why we created social mentoring, a methodology that is now changing lives in 5 Balkan countries. Bashkëpunimi kryesor me Zyrën e Punës ka qenë si fillim në identifikimin e grupeve të marginalizuarve, individët të cilët kanë nevojë më shumë për mentorim dhe këshillim për të integruar në tregun e punës. Janë 10 profesionistë mentorues social, të cilët u trajnuan mbi metodologjinë e programit dhe në mënyrë paralele mentoruan persona që më së shumti kishin nevojë për ta për të integruar në tregun e punës. Jam shumë e lumtur që të ndaj eksperiencën time në lidhje me social mentoring në Shqipëri. Ka qenë një eksperiencë vete dhe shkollë vetet. Ne që vim nga background apo nga fusha sociale, jemi mësuar me problematikat sociale apo me case të ndryshme. Kisha disa mungesa të theksuara se si të qasemi me njerëzit, që nga mënyra e civis, edhe mënyra se si të kërkojmë një punë. Jam të profesioni që kam studiuar dhe dëshiroj, jam fizioterapist në një klub sporti. E kalum dhe marrëdhënë në një nivel mentorimi, kur e thu për herë të parë, të krijohet një ide që sikur po takosh me psikologun, edhe nuk kam nevojë për këtë gjë, po është komplet tjetër gjë dhe komplet gjë që mund ka ndihmu dhe ma ka çu profesionin tjetër nivel. Puna ime si mentorues social nuk është ndalur vetëm tek puna me individët, por gjithashtu edhe me bizneset. Programi mentorimit social është një program risi në Shqipëri. Unë kam punuar me persona me aftësitë kufizuara, ku kam parë nga afër sfidat që ata kanë me vulnerabilitetin që kanë. Përfshirja ime në projektin e mentorimit social erdhi si rrjedhoi një eksperiencë të gjatë në fushën sociale, në parë se një mundësi shumë të mirë. Ky projekt i ndihmoi ata mbi të gjitha të rifitonin besimin, të njihnin terrenin dhe një këshillim i vazhdueshëm në përditshmëri se si ata të lëviznin në këtë terren për të rifituar sërish integrimin. Një ndër personat të cilët dua të përmend ishte një person me aftësi të kufizuar. Momenti i parë i takimit ishte vërtet emocionues, pasi më erdhi bashkë me nënën e tij, që e kishte adoptuar këtë fëmijë. Redinela, më ka pritur shumë mirë, me dashuri më të madhe,
me respekt, është parë më ka pritur në mënyrë personale që sa fjalët janë të tepërta. Mentorimin social mund ta imagjinoni në këtë mënyrë. Synon të shërbejë si një urë komunikimi për të përputhur kërkesën dhe ofertën e tregut të punës dhe për të asistuar ata individ që kanë zgjedhur që të trishen nga një moment i caktuar nga tregu i punës dhe kanë të vështirë integrimin në të. Përshëndetje, unë jam Daniela Qato, jam mentoruese sociale, pjesë e projektit të Aleancës Gjinore për Zhvillim në lidhje me mentorimin social për grupe vulnerabël. Ky ka qenë një projekt shumë i suksesshëm, duke qenë se ka pas si synim integrimin e grupeve vulnerabël jo vetëm në punësimin e tyre, por integrimin dhe në jetën sociale apo në përmirësimin e jetës së tyre emocionale. Përshëndetje, unë quhem Laura dhe jam mentore sociale për sa i përket 5 grave dhe vajzave në të cilën kanë shkëputje të gjatë nga tregu i punës. Përpos faktit të suksesit për sa i përket punësimit të këtyre grave dhe vajzave, na ka ofruar edhe ne pjesën e ngritjeve të kapaciteteve për sa i përket këtij profesioni në të cilën mund të konsiderohet i pari në Shqipëri. Për mua, mentorimi ka qenë një proces i dyanshëm, ku jo vetëm kam mbështetur, por njëkohësisht edhe kam mësuar shumë nga personat të cilët kam mentoruar. Prej më shumë se 6 vitesh, bëja mami me kohë të plot, duke qenë se duhet të përkujdesesha për djalin tim të spektrit autik dhe ka qenë krejtësisht e pamundur që të bëja diçka më shumë, një punë apo qoftë edhe një kurs. Përveç pjesës profesionit që kam mësuar realisht shumë, mund të them që kam dalë nga një guath ku isha zhytur prej kohësh edhe risocializimi me njerëz dhe të qenurit sërish mes njerëzve dhe mes një shoqërie të re dhe shumë të mirë, do thoja. Rëndukje, gjërat janë të pamundura, por po të mundohesh qoftë edhe sa do pak, asgjë nuk është e pamundur. Duke krijuar ura midis punëkërkuesve dhe punëdhënësve, ky projekt nuk është thjesht një mekanizëm punësimi, por një përpjekje qëndrueshme për të krijuar një treg pune më të ndershëm dhe gjithëpërfshirës. Fal këtij bashkëpunimi të suksesshëm, kemi arritur të punësojmë 86% të pjesëmarrësve në vende pune të qëndrueshme me kontrata të rregullta. The results are very evident, but then also our beneficiaries and those that we support also confirm this. As you know, disadvantaged groups often lack self-confidence because they are for a long time, most of them are for the long time out of the labor market. And they also lack employability skills, communication skills. They lack access to opportunities. And therefore, the mentors, through the social mentoring approach, really guide them throughout the process. When Ministry of Education verified our program and made mentor for work integration an official profession, we knew that we had created something very important. The results are clear. Overall, 72% of people in our program find and keep their jobs, while, for example, our partner GIDC achieved an astonishing 86% employment rate in Albania. Neve kemi një marrëveshje bashkëpunimi me pika konkrete, me të cilat neve bashkëpunojmë në vazhdimsi me organizatën. Realisht impakti ka qenë shumë pozitiv. Personat të cilët janë asistuar nga mentorët social në bashkëpunim me specialistët dhe zyrtarët të punës kanë arritur të integrohen në tregun e punës. What began as a new idea in one country is now successful across the entire region. I call all our partners, institutions that we work with, the business sector, to continue jointly working on the support of employment of disadvantaged groups, because only then we can ensure that we really build inclusive communities that in a way ensure equal access to rights, resources and representation of all people. Ky projekt mendoj se është shumë i mirë, e mira është që të zgjerohet, mentorimi social do jetë e ardhmja në Shqipëri dhe jo vetëm, kështu që mendoj që është një projekt shumë i mirë që duhet të zhvillohet në të ardhmen. Në zemër të këtij projekti qëndron besimi se çdo individ meriton një shans për të filluar diçka të re në jetën e tij pavarësisht sfidave që ka përjetuar.
Dhe duke punuar të gjithë së bashku, qëllimi ynë ishte që jo të ndryshojmë jetën thjesht të disa njerëzve, por të krijojmë një metodologji të qëndrueshme për një shoqëri më të drejtë dhe më gjithëpërfshirëse.